A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shanu falendrojm, salavatat, selamet, përshëndetjet tona dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht e lutim Allahun xhalla shanuhu që Allahu adhurimet e tona në këtë muaj Allahu kabul dhe makbul të na bën. Padyshim se ky muaj ku jemi ne, muajin e Ramazanit, ulemat e kanë thujt edhe muaj i sabrit, ash-shahru sabr, muaj i sabrit. Pasi është muaj i sabrit, edhe ky Ramazan na jep që ne të bëhemi më sabrëli, më durimtar. Andaj kisha pas dëshirë që mes jush ta trajtojmë temën e sabrit, disa pika që ka lidhet me sabrin, me durimin. Edhe pse ka shumë me fol për sabrin, po do të mundohemi shkurtimisht disa pika që ka neve na intereson për këtë ibadet, për këtë adhurim, që është obligim, nuk po flas për sabrin sunet vullnetar, po kemi me fol, kemi me trajtu sabri që e kemi obligim ne si musliman në këtë botë. Padyshim se njeriu në këtë botë ballafaqohet mes të mirave të Zotit dhe sprovat të Zotit. Muslimonin apo njeriu në Allahu xhalla shanu e gëzon edhe e sprovon. Kur ta gëzon një musliman apo një njeri, e njeriu çka duhet të bën kur Allah e gëzon me evlat, e gëzon me pasuri, e gëzon me shëndet, e gëzon me shtëpi, e gëzon me kerr, njeriu duhet ta falendron Allahun xhalla shan. Falendrimi këtu është gjysma e imanit, kanë thonë ulemat. Këtu nuk po flas tash për këtë temë, po flas për këtë temën tjetër. Njeriu kur Allahu e gëzon, e falendron, edhe padyshim se ka sevap. Edhe falendrimi ka sevap te Allahu xhalla shan. Po nëse Allahu e sprovon një njeri, muslimani duhet të bën sabër, durim, edhe me sabrin, me durimin e fiton shpërblimin e Allahu xhalla shanu ditën e Kiametit. Që do ta shpjegojmë se çka na jep neve sabri. Për atë thot pejgamberi alayhi salatu sallam, sabri, durimi është gjysma e imanit, e besimit të njeriu. Sabru huwa diya, sabri është drita e njeriu në këtë botë. Me sabër e ndriçon njeriu në këtë botë. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu sallam, për me na kallëzu se edhe e mira edhe e keqja është nga Islami, thot ajaben li emril mu'min. Është çudi, është për të habit me çështjet, me punët e një muslimonit. Çdo punë e një muslimonit është hajër për te, është mirë për te. Nëse Allah e gëzon diçka, ai falendron Allahun. Po nëse Allahu e sprovon, ai bën sabër dhe fiton shpërblimin te Allahu xhalla shan ditën e Kiametit. E kjo është vetëm për një musliman. Jo për dikant tjetër. Për muslimanin i cili Allahu xhalla shanu e gëzon, kur ta gëzon e falendron Allahun. Po nëse e sprovon, bën sabër dhe fiton shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala. Para se të flasmi për kushtet apo shtyllat e sabrit dhe kushtet e sabrit, do të flas për me kuptu se ku duhet të bëjmë sabër, të bëjmë durim. Ulemat i kanë thënë se sabri ka 3 lloj sabre. Llojet e sabrit, ulemat kanë thonë që ka 3 lloj të sabrit. Sabri i parë është që kemi obligim ne si musliman të bëjmë kur Allahu xhalla shanu na obligon diçka në fe. E çka na obligon Zoti në fe? Namaz. E kur të obligon Allahu namaz, çka dush me bëu ti si musliman? Dush me bëu sabër. Jo ai njeri i cili bën sabër për mos më fal. Se ka edhe për atyre njerëzve të cilët që thonë nejna sabrëli be hoç. Çfarë sabrëli e je? Po vim te dera xhamis dhe nuk him xhami. Edhe ai ka sabër, po ai ka sabër në shejtan, jo ka sabër te Zoti. Sabri parë është që Allah të obligon që ti të bindesh urdhnat e Zotit ti me i çun vend, si namazi taravis. Vallai be pa gate çoj.
e qoj një ajet pak ma shumë, 5 minuta u vanu, janë një shejtoni me të bo vezvese. Po që ti duhesh me e kalzu sabrin tanë, te namazi jotë, te agjërimi jotë. E jo vallaj me thonë, vallaj unë nuk muj ma agjëru. Jo, be kush ka me majtë Ramazan. 12 orë, 15 orë, për para verës, në zetë. Jo, që këto të obligimet e Zotit, e ki obligim ti me bo sabra, me bo durim. Për atë Allahu Gjeleshanu që ka në thot neve, wa amur ahleke bis salati, o Muhammed, urdhnoj familjen tonë dhe me namaz, wastabir alejha, dhe ban sabër. Nuk është let ti me e thirë familjen tonë me namaz. Me i thonë familjes tonë, grus tonë, qu, e vladit tanë, qu fale namazin, oj bia ime, qu mboj, mënoj mbulesën. Një herë, 2 herë, 3 herë, 5, 10, jo vetëm me thonë, hoqë, unë i kam thonë, i thash, familjes grus, e vladit, qu falin, po nuk kom njën edhe unë erdhe në gjami. Po ti erdhe në gjami, po familja jote, e vladit jote, gryja jote, reja jote, po ata qka dojnë edhe për veti, jo për veti. Qish po ki qef ti mi pas në dunjo, a nuk ki qef edhe mi pas ditën i kiametit ata. Qatë gru që ti je 50 vite, 60 vite, a nuk ki qef që ajo gru e me kone edhe e jote janë gjeneta. E qish pe e leti në dunjo mu u djek, e pastaj me i thonë Allah të une po duhe gru në teme në gjenet. E ti po vjen gjami vet, po e falë sabajnë vet, po e falë drejkan vet, edhe e vladit tanë, grës tanë dhe bjes tanë, jo valla qka dujnë të bënë, jo, nuk shkon kjo puna qka dujnë të bënë. Islami në thot, Allahu neve në thot, wa mu ahleke bis salati, wastabir aleja, urdhnoj familjen tënde me namaz dhe ban sabër. Ban sabër. 1 herë, 2 herë, 5, 10, 1 vjet, 2, 950 vjet, Nuhi a.s. djalin e vetë e ka thirrë në Islam. 950 vjet. Edhe prap, nuk i ka besu. Kjo është normal me ajo hidajeti, udhëzimi është ndorën në Allahu Gjellëshanu. Ka do hidajete, do udhëzimi janë ndorën e Zotit. Ka do udhëzime ti dush me bo. Sebepit, pastaj me thonë, vallaj, unë i alash Allahu të ndorë. O Allah, udhëzoje grunë, udhëzoje vladin, udhëzoje bjen teme, kështu me rapë. Në e be më bolesën, njerë, rabe i thash, hajtë se e vogël është. Hajtë se ka vakë. Hajtë se ku të rritë, ndoshta vetë ka me mnu. Jo. Ti e përgjegjës. E ti dush me bo sabër në bindjet e Allahut, në urdhnat e Allahut Gjellëshanu. Edhe në agjërim, edhe agjërimi është mua i sabrit, sepse ti ban sabër nga ushqimi, që e ki halal, Allahu ta ka leju, e ti ban sabër e largohesh nga ushqim, që e ki halal, me i kallëzu Allahut, se une, në thonë, i bindem urdhave të tuja. Sabri është në mëkate, mu përmbajt prej gjunaheve. Allahu, shembull, i ka ndalu zinon, e ka ndalu alkoholin, vjedhjen, korrupsionin, gibetin, thashethomë, drogën. Keti ka punë të këqija që i dim, keti ne me marrë me i shkrujt, do shta shumica prej ne që i dim punë të këqija. E këto punë të këqija, mëkatet, gjuna që Allah ti ka ndalu, e ti duhesh me bu sabër në përmbajtjen e mëkateve. E ki obligim. Jo vallaj, jo bes smujt e bëhajt për hatër shoshnis, një gotë e mora, hajtë për hatër shoshnis e bon, hajtë për hatër shoshnis në kafe, ku është alkoholi, hajtë, edhe pastaj, qka u bo, ti dal nga dal, ja mundëson vetës tënde, që ti me shku ka jo rruga tjetër e cila është ferikon fisajir, një grupë që kanë me shku në gjehenem. Për këtë shkak, obligimi i dytë është, lloji i dytë i sabrit është mu përmbajt prej gjunave që Allahu Gjellëshanu ti ka ndalu se e ki sevapin. Ti ku ta shosh alkoholin, ku ta shosh drogën, ku ta shosh vjedhjen, ku ta shosh korrupsionin, ti momentin që i largosh e fiton sevapin te Allahu subhanahu wa taala. E treta është sabri në caktimin e Allahu Gjellëshanu, që Allahu ta ka caktuar. Vdekje, smuje, shkon falimentim firma jote, e këto në caktimet e Allahut, nëse ti ban sabër, e fiton shpërblimin të Allahu subhanahu wa taala. Këto 3 kategori Allahu Gjellëshanu i përmend në surën Luqman, ku Luqmani alayhis salam i thot birit vet: Ja bunej, o djalem, aqimi salat. E para, bindu Allahut, falë namazin. Wa amur bil ma'rufi wa nha anil munkar. Pastaj urdhnon nga e mira dhe ndalon nga e keqa.
largohu nga e keqja. Kallëzohu njerëzve se kjo është punë e keqe, duhet mu largu. Allah i diti sabrit. Wasbir ala ma asabek inna dhalika min azmi al-umur. Dhe atë çka të ka godet Allahu, nëse Allah të godet me diçka ti dush me bë sabër. Lloji i tretë i sabrit është nëse Allahu me bë sabër, me bë durim në caktimet e Allahu subhanahu wa taala. E tash pika tjetër, çka neve duhet më na interesu është shtyllat e sabrit. Cilat janë ato shtyllat që i muslimanit duhet të bënë sabër? A vetëm me gojë me thonë unë jam sabrëli? Jo. E para është përmbajtja e shpirtit, mu bit apo mu pajtu me caktimin e Allahut. Kur Allahu ta ka urdhnu me namaz, ti me thonë elhamdulillah, Allahu ka dashur. Kur Allahu ta ka ndalu alkoolin, dush me thonë elhamdulillah. Mu bit me urdhnat e Allahut ose me caktimet e Allahut xhaleshan. E dyta është me përmbajt gojen. Jo me thonë unë çka më gjetë mu. E pse vetëm mu me ndodh kjo smuje? E pse me mrak vdekjen mu? E pse me ma marr Allah nanën apo babën e kështu me radhë? Jo. Ti duhesh me u përmbajt gojes tënde. Me thonë kjo është caktimi i Allahut xhaleshan. E treta është me u përmbajt edhe gjymtyrëve trupit. Se në xhahilet kur Allahu xhaleshanu para islamit ju ka çuar në musibet, kanë shku ata i kanë, po edhe përpara dhe ndoshta edhe te ne, i kanë shkull flokt, i kanë shkoq teshat, edhe i kanë mshu vetës vet, pse mu me i shkull flokt e me i shkoq teshat, rrobat e kështu me radhë, kjo është nga xhahileti i të parëve para se të vjen Islami. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, nuk është prej nesh ai që e godet faqen e vet, ai që i grisë rrobat e vet, apo thret me thirrje të ignorantët të xhahiletit. Pse bash familjen teme, e mi shkosh teshat, e mi ra shpur faqeve kështu më radhë, kjo thot nuk është nga Islami. Po nëse dikuj na i dalin lot, e tash a thu që ti del nga jo suazat apo kushtet shtyllat e Islamit, shtyllat e sabrit, jo. Se dalja e lotja apo mu anku te Zoti, kjo nuk është largimi apo mu largu prej sabrit, apo me thi rregullën e sabrit. Jo, se pejgamberi alayhi salatu selam, pejgamberit kur i vdiq Ibrahimi, djali vet, i rredhen Lot. Sahabët i thanë, edhe ti ja Rasulullah, edhe ti Lot po dalën prej teje. Çka tha pejgamberi alayhi salatu selam? Me të vërtet zemra ndjen pikëllim dhe sytë lotojnë, por ne nuk themi asgjë tjetër përpos asaj që e kënaq Allahun xhaleshan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Edhe nëse dalin lot, ama ti nuk del nga ato suazat me thonë, unë pse mu, e me i shkull teshat, e me i shkull flokët e kështu me radhë. Këto janë ato shtyllat e sabrit. Po kushtet e sabrit, për të pranuar sabrit e Allahut xhaleshan ka dy kushte. E para është të jeti sinqert sabri jot për Allahun xhaleshan. Se në herë njeriu bën sabër për hatër, shoshnis, apo s'ka mundësi me bë sabër. Bën sabër për rrethin, apo për diçka tjetër. Ose, shembull, ta ka shkel dikush kerrin, nonën apo babën, njën nga të familjes. Edhe ti tash në këtë rast, muslimoni ka për obligim me bë sabër. Edhe, po ky momentin ja nis që vën të ne mi kalu kufit e sabrit, e durimit. Vjen në rifje dhe ta pagun. Shembull të jep 100-200 euro, edhe çka ban? Lotët ja nisin me të tha. Ky njeri nuk ka bë sabër për Allah, por ka bë sabër për lek. E kjo nuk kuhet se vab. Po kushti i sabrit i durimit është me bë sabër për Allahun xhaleshan. Çka thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa li rabbika fasbir." Dhe për hir të Zotit bën sabër, duro. Për hir të Allahut xhaleshan. Jo për njerëzit, jo për si e paqe, vetëm për Allahun xhaleshan. Edhe e dyta është të jetë në kohën e duhur sabri. Në momentin që Allahu të godet, se mas një jave 2, 3, 5, mas një mujve 2, apo një vjet 2, ndoshta kemi harruat musibet. Ama të bësh sabër që atë moment që Allahu të godet, momentin që Allahu të urdhon me bë sabër. Allahu thot tash në Ramazan,
ti dush me bë sabër mi fal 20 rekate, apo 8 dal ngadal 1 saat, 2 saat. Me menet me imam, me mbaru me imam. Tash me bë sabër në agjerim, me bë sabër në dalesat e Zotit, me bë sabër në caktimet e Zotit, momentin që Allahu të godet. Çka thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, inma sabru inda salmatil ula. Sabri është që Allahu momentin që të godet, çatëherë thot duhesh me bë sabër. Se mas një mujve, 2, 5, ku të plakemi, atë s'na dojnë as gratë, as rejat, as fëmijë, atë ki marrë xhami. Ama në xhami me ardh ku t'jesh i ri, kur ki kam, kur ki shëndet. E jo pasaj ku të bish në shtrat, me thonë Allah tash po falem. Ma kur ke me shëndet, zdo shemeni për namazin. E kur ta qënë Allah një smuja, atër ajde po shkën xhami. Hajde në po shkoj, që atër mos mundësh me fillu. Ama sabri është momentin që Allahu xhelleshanu të godet. Qka na jep ki sabri? Që njeriu fiton, apo ban sabër, urnat e Zotit, ndalesat e Zotit, edhe në caktimet e Zotit. E për rash, Allahu në ki me veti. Ai njeri i cili ban sabër, ban durim, Allahu është me atë njeri. Thot Allahu xhelleshanu, inna Allah ma sabirin. Allahu është me durimtarët. E dyta, Allahu i don ata që i bajnë sabër, që i bajnë durim. Thot Allahu xhelleshanu, inna wallahu yuhibbu sabirin. Allahu i don durimtarët. E treta është problemi i atij njeriut pa kufi, edhe në dunjë edhe në ahiret. Innama yuwaffa sabirun ajrahum bighayri hisab. Me të vërtet, Allahu durimtarët i shpërblen me të mirat e pa kufime, s'ka kufi, të mirat e Zotit. E çka fiton njeriu në dunjë? Në dunjë thot Allahu xhelleshanu, ata që i bëjnë sabër do t'i bëjnë prijes të muslimanëve, udhëheqës të muslimanëve. Thot Allahu xhelleshanu, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ne i bëm ata prijes që udhëzonin me urdhën e Allahu xhelleshanu, nga se ata ishin sabrli, të duruar. Ata të cilët kanë qenë sabër, Allahu xhelleshanu i ka bë prijes. Nuk është lehtë me konë në prijes e muslimanëve. Se vjen dikush ankohet, vjen dikush shan, vjen dikush të ofendon, vjen e hoxha, prisi, kretari, i pari, i njerëzve du të me bë sabër. Për ndryshe, as ka sabër, të marrin në përkom. Jo du të më përla me filonin, jo du të më përla me filonin, jo filonin e folin i fjallë, jo ki boni kështu, jo. Ti nëse mirësh me lafat e njerëzive, ti kur njerëz mundesh me u bë udhëheqës i muslimanëve. Udhëheqës i muslimanëve duhet me bë sabër. E dikush çan, dikush ofendon, duhet ka nerv vesh me mshël edhe me të i kalu. Në botën tjetër çka fiton ki njeriu? Fiton begatit e Allahut xhennetin, thot Allahu subhanahu wa taala, inni jazaytuhum al-yawm bima sabaru wa humul faizun. Thot unë sot do t'i shpërblej ata me xhennet, ata sabrëlit që ishin në dunjë. E katërta, falja e mëkateve. Njeriu i cili bën sabër, Allahu xhelleshanu ja fshin mëkatet në dunjë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, çdo musliman, çdo mundim që ka e godet një muslimanin, në qoftë lodhje, sëmundje, breng, pikëllim, dëm apo shqetësim, mandje edhe një gjemb, një ferë me të ngacmuar. Thot Allahu subhanahu wa taala, një ferë me ngacmuar një musliman, Allahu xhelleshanu nëse ai bën sabër, ka mjafshi gjunat e kalum. Shikoni, nëse ti bën sabër, ta di se Allahu xhelleshanu, edhe për një ferë që ka ti të ngacmon, në xhami, duke shku në xhami, të ka hinde një therë, ose në një mërzi, ose në një telash, ose në një dam, ose në një pikëllim, ose lodhje, vallai e lodh, e di, është lodhje, një saat e gjys, edhe 2 saat, shkon me Medina, aty ka 2 saat falen taravia, apo në Mekë. E ti 1 saat, 50 minuta, 55 minuta, lodhje. E qatë lodhje që e ban të namaz, Allahu ka me të pagujt, apo të fshin, me qatë lodhje, Allahu të fshin gjunat e dunjos. Pastaj, e pesa është mëshirë, bekim dhe udhëzimi Allahut për sabrëlit. Allah e bekon atë njeri i cili ban sabër. Ne dim shpesh e lexojmë ajetin ku thotë Allahu subhanahu wa taala, "Alladhina idha asabatuhum musibe
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kur Allah e godet ndonjërin me një musibet, çka thot? Ne jemi te Allahu dhe te Allahu do të kthehemi. Pastaj thot Allahu xhaleshanu ulaike alehim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaike humul muhtadun. Dhe të tillë do të kenë bekime dhe mëshirë nga Zoti i tyre dhe ata janë të udhëzuar. Kush? Ata sabrlit, të cilët bënën sabër, domethënë për musibetin apo për ndodhin që i ndodhin në dunjë. Hafidh ibn Hajeri thot, Allahu xhalla shanu, Hafidh ibn Hajeri, i cili ka komentuar Buharin, e thot një fjalë. Allahu xhalla shanu ka përgatit xhennet për muslimonin. Ama xhenneti është shumë i shtrenjtë. E Allahu xhalla shanu na herë njeriu nuk ka mundësi me punë të veta me arritë xhennetin. Por Allah kur ja çon ndonjë musibet, ndonjë caktim, ndonjë sprov, ky njeriu me çat sprovën që bën sabër e fiton xhennetin te Allahu xhalla shanu. Shko, me punët e tona ndoshta nuk mundna me fitu xhennetin. Ama kur bëjmë sabër në caktimet, në urdhnat e Allahut, në ndalesat e Allahut, atëherë me këtë sabër ka mundësi që Allahu me na fal gjunat dhe me na fut në xhenetin e tij. Dysa nga arsye do t'i ceki si shkurt, edhe tham se është tema shumë e gjatë, po kam shku pika shumë shkurt me i cek, që me pas një pasqyre për sabrin dhe rregullat e sabrit. Dysa arsye që e ndihmojnë njeriu me bë sabër. Cilët e në të arsye që ti çojnë ti me bë sabër, me kon sabredi. E para është, do të me di se dunjoja është vend i sprovave. Mos lip në dunjon xhenet. Mos lip në dunjon të mu kënaq. Në dunjon Allah është që të sprovon. I ka sprovu njerëzit që i ka dash mas shumë, i kanë pejgamber. E ku më ty dhe unë, mos më sprovu. I ka sprovu ata pejgamber që i kanë pas për atyre që i kanë da popullit tyre përgjys. Ja kanë hek mishin nga koci. Kanë bë sabër. Dunjoja është vend i sprovave. E dyta është me i besu caktimit të Allahut. Se çdo se çka vjen është me caktimin e Allahut, e këtë caktim Allahu e ka bën para se me kriju tokën dhe qiellin 50.000 vjet, e din se çka do të ndodhe, e ka di se sot çka do të ndodhe, e ka ditë nesër çka do të ndodhe, edhe e din deri në fund kiametit çka do të ndodhe Allahu xhelle shanu. E treta është ti kujtosh të mirat e Allahu xhelle shanu që ti ka dhënë deri dje. Nëse Allah të ka sprovu me një smuje, kujtoje be të mirat që ti ka dhënë 60-70 vite, të ka dhënë shëndet edhe s'ke pas asnjë smuje. E kujtoj të mirat e Zotit para se me hijen detaje të sprovat apo të caktimet e Allahu xhelle shanu. E katërta është të kesh besim se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Thot Allahu xhelle shanu fe inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mas çdo vështirësie që Allahu ta vështirëson diçka, ta di se vjen edhe lehtësimi i Allahu xhelle shanu. Të ne thon mas çdo tenalt e ka edhe një të pozme. E pesta është të besosh në shpërblimin e Allahu xhelle shanu, që është shpërblimi shumë i madh për ata të cilët bëjnë sabër në dunjë. Të besosh edhe me prit shpërblimin e Allahu xhelle shanu për sabrin. Ku ta di se Allahu ka përgatitur xhenet, ta lehtëson tije atë musibet që të ka godit ty. Thot Allahu xhelle shanu: "Wa la nujziyannahu alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dhe ata që ishin durimtar, sabrli, do t'ju japim shpërblimin më të mirë për atë që kanë bërë. E kur ta di muslimoni se ka shpërblim, atëherë bën sabër. Të kërkosh ndihmë prej Allahu xhelle shanu me lutje, me ta lehtësu sabrin. Thot Allahu xhelle shanu, thot pejgamberit alayhis salam: "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Duro, bën sabër dhe sabri yt nuk është përveç me ndihmën e Allahu xhelle shanu. A don ti me ta letu Allahu sabrin? Lutë Allahun që Allahu me ta letu sabrin, sepse pa lejen e Allahut nuk mundesh me përballu atë fatkeqësi çka të ka ndodhur ty në dunjë. Edhe e shtata është të ndjekësh shembujt e atyre që ishin durimtar, sabrlit. Kush pejgamberëve. Thot Allah, thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, "Ashaddu an-nasul ibtila al-anbiya." Njerëzit më shumë të që janë sprovu ishin pejgamberët. Pastaj ata që vinë pas atyre, pastaj ata që vinë pas atyre. Allahu xhelle shanu e bën azab apo e sprovon atë njeri i cili e don. E për këtë shkak kujtoj
ata njerëz të cilët ishin para nesh, kush pejgamberët, evliat, e ata kanë bë sabër, edhe ti dush me bë sabër, thotë Allahu subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Duro, bën sabër siç bënën sabër ata që ishin të fortë dhe të vendosur mes profetëve, mes pejgamberëve alayhi salatu wassalam. Ata bënë sabër, edhe ti dush me bë sabër. Kur ti i ndjek shembujt atyre, atëherë vallahi kjo ta lehtëson sabrin dënjë. Këto ishin pika shkurtë, edhe pse ishte temë shumë e gatë, me të kallëzu drejt, ju kallëzu drejt sinqerisht, s'ma ka marrë mendja se kishte pika shumë të, edhe pse shumë do pika tjera i kam lanë, domethënë, çka lidhet me sabrin, që edhe vetë ndoshta nuk i kam ditë, por kur hinëm me mësu apo me studiu, me hulumtu, gjetëm kogja pika që neve na lehtëson punën e sabrit. Lutim Allahun xhaleshano që të kemi sabër në këtë ditë të Ramazanit, ndaj urdhnave të Zotit, ndaj ndalimeve të Zotit, edhe ndaj caktimeve të Zotit që i ka caktuar Allahu xhaleshano për njerëz. Lutim Allahun subhanahu wa taala që gjenatat tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu maghfiratan na ban, jannatul firdaus nasib të na ban. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.